Sonte në prime pritet një nga përplasjet më të forta mes Dolce dhe Edit, pas deklaratës së bujshme që Dolce bëri në Grande Fratello, ku tha hapur se asaj i pëlqen Domenico dhe jo Edi. Kjo deklarat tronditi jo vetëm Edit, por edhe gjithë dinamikën e shtëpisë, sepse hodhi poshtë gjithçka që ishte ndërtuar deri tani mes tyre. Pas kësaj, veprimet e Dolces u bën edhe më të rënda emocionalisht për Edit. Nata e ditëlindjes së saj, që duhej të ishte moment afrimi, u kthye në pikën e thyrjes. Dolce e nxori Edit nga shtrati, një gjest që u përjetua si refuzim i hapur dhe si sinjal i qartë se diçka kishte ndryshuar rrënjësisht. Jo vetëm kaq, por nga mënyra si sillej. Nga shikimet dhe energjia që transmetonte, dukej sikur zemra e saj i përkiste dikujt tjetër. Nga ekrani, për publikun dhe për Edit, kjo u lexua si një mesazh i heshtur. Ajo nuk ishte më aty emocionalisht, sonte, përballja mes tyre pritet të jetë e drejt për drejt dhe pa filtra. Edi, i lënduar dhe i zhgënjur, pritet ta vendos Dolcen përballë përgjegjësisë së fjalëve dhe veprimeve të saj. Pyetja kryesore që rëndon në ajër është kjo: a do ta pranojë Edi se Dolce është e lidhur me dikë tjetër jashtë shtëpisë, apo se ka krijuar një ndjenjë të re brenda Grande Fratellos? Nga ana tjetër, Dolce pritet të mbrojë veten, duke theksuar se ka qenë gjithmonë e sinqertë me ndjenjat e saj dhe se nuk i ka premtuar Edit asgjë. Ajo mund të insistojë se pëlqimi për Domenicon është diçka që ka lindur natyrshëm dhe se nuk mund të fajsohet për ndjenjat. Megjithatë, dyshimi për një lidhje jashtë vazhdon të rëndojë, sidomos për shkak të sjelljes së saj dhe mënyrës si ikonte zemra dikujt tjetër edhe kur ishte nën vëzhgimin e kamerave. Sonte nuk do të jetë thjesht një debat mes dy personazh, por një ballafaqim i ndjenjave, krenarisë dhe të vërtetave të pathëna. Edi do të kërkojë qartësi, ndërsa Dolce do të duhet të zgjedhë, ose të pranoj hapur se ka dikë tjetër në jetën e saj, brenda apo jashtë shtëpisë, ose të përballet me pa.